Arlind. S'ta kape kështu pa. Këto ditë rjeti po zihet për dy çështje, për 500.000 euro të shpenzuara për 17 këshilltarët e Elisas Piropali dhe 500.000 euro të shpenzuara për dasmën e djalit Josefina Topallit. Si ja lejojnë vetes ta politikan gjithë të luks në vendin më të varfër të Europës? Këtu kërcet 500.000 euro që të jenë 500 lekë të vjetra. Jemi vendi me pensionet më të ulta në Evropë. Pensionistët tanë marrin 90 euro pension deri 180 euro pension mujor. Edhe politikanët me sa duket i kemi të pasur informalisht, i kemi të pasur edhe formalisht. Më nga bësh shumë përshtypje sidomos kjo puna e 17 këshilltarëve të Elisas Piropalit. Me parë njëherë i bie të kanë marrë rrogën kopë se një këshilltar që ka dhënë dot zonjës Piropali. Zonja Piropali sa kohë ka qenë kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, ka qenë një personazh qesharak, domethënë objekti kryesor i memeve dhe i tallive në rrjetet sociale. Jo nga tjetër ajo që më ka përshtypje është fakti që një pjesë për atyre këshilltarëve ne i njohim si emra, edhe janë ose ku diun, ish deputet PS-s, kalamaj të njerëzve pushtet politik. Bëri përshtypje një analist, Lorenz Vangeli, pasi zon dhe ai punë si këshilltar jashtëm, merrte edhe ai ca qindra mijëra lek muaj për zonjën Piropali dhe pastaj del në darkë edhe mbron qeverinë gjithmonë si analisti i pavarur, sikur pavarësia e tij është absolute dhe thjesht rasti është që mendimet e tij ose xhepi i tij dhe politikat e qeverisë janë gjithmonë në të njëjtën vijë. Gjithsesi në Shqipëri është vjedhur shumë në të shkuarën, kur pushtet ka qenë Sali Berisha, Pat Osmano e tjerë, vjedhet shumë sot ku pushtet është Edi Rama, vjedhet në kurrizë të ligjit, por vjedhet edhe me ligj, mëse këta 17 njerëz që marrin rroga, njëri 2 milion, tjetri 3 milion, tjetri 1 milion lek në muaj, këta me ligj, një farë kuptimi, janë duke marrë atë rrogë, mirë po janë duke vjedhur, janë duke garbitur popullin shqiptar, një nga popullit më të varfër të Evropës, me, po e them edhe një herë, pagat nga më të ultat në Evropë, edhe me pensionet absolutisht më të ultat në Evropë. Ky është turp, është diçka që shkakton indinjat të çdo qytetar, edhe njeri i hajrit. Ju shpresoj shumë që populli shqiptar të vedisohet, më të jetë ajo, si thua, ai shuku i fundit i kashtës, që thonë, si thot ajo shpreha që thyen kurrizin e gamiljes. Kështu që kjo gamilja e korrupsionit do duhet thyet një moment, e mbase është ky rasti që njerëzit të indinjohen maksimalisht dhe thonë, bom,